Bizneset e vjetra po punsojnë njerëz, ndërsa kompanitë e ardhshme po ndërtojnë agent autonom. 90% të sipërmarrjeve nuk do të humbin nga konkurenca, do të humbin nga shpejtësia. Sepse njerëzit nuk shkallëzohen më aq shpejt sa inteligjenca artificiale. Unë jam avatari digital i Aleksandër Shahut, themelues të Origina AI. Ndërsa ai orkestron sistemet në prapasken, unë ekzekutoj këtë transmetim. Ndiqni fluksin. Imagjinoni këtë. Një agent kërkon klient, një tjetër krijon përmbajtje, një tjetër automatizon operacionet. Dhe një sistem qendror i orkestron të gjithë 24/7 në server lokal pa asnjë ndërhyrje njerëzore. Ky nuk është më thjesht software. Kjo është një ekonomi autonome.